Që është nëse që ajo ka me qenë parametr kryesor për me marru listën për zgjedhje të reja. Ja, nuk është najfar befasie në politik që ata që kanë qenë në ekzekutiv dhe kanë performu, se votuesi ka vlerësu, i votën, pra është shumë rregull, ajo është formule thjesht politike, pra nuk do të ishte çudi nëse dikush prapë nga komuna e Prishtinës dhe komuna tjera ku jemi në pushtet, në ekzekutiv, drejtorët që kanë performu mirë, hynë në listë, performojnë mirë dhe atje, sepse i vlerëson votuesi qoftë lokale, qoftë nacional, dhe përfundojnë duke qenë deputet, është formule thjesht kjo. Prapë edhe njëherë, se kush do t'jetë deputet i radhë, se kush jo, mbetet shihet. E funit krejt, 2 herë përmendëm që nuk i morri votat e nevojshme. Që kjo kabinet, që shtu do kur i dëgjove emrat, kur e po formacionin? Pra, pa dashme të inglu politikan e me ofendu asken, se s'kam qëllim me ofendu asken. Nëpës është këta për 5 vota nuk kalun, ki mujtë me pas ministra, zavens ministra, zavens kryeministra, qëta njerës. Sakt, nuk e kam aty, pra vlerësimi është i ati që mandatarit jam rregull me vlerësimin e ti. Pse thash ndjeja një dhëmshuri për këta njerës, sepse ishte e qarë që s'kishte vota, pra propozoheshin 20 ministri në 19 apo 20 sa ishin ministra, e 3-4 zavens kryeministra, duke qenë gjithë salla aty, të gjithë deputetët të vetëdijshëm që nuk votohej kjo qeveri, pra lexoje emra duke ditur paraprakisht që nuk bëheshin ministra. Pra, cili është qëllimi vërtet i kurtit, pa lexoje emrin gjithë tyre njerëzve duke ditë që s'po bëhen ministra. Pra, çfarë qëllimi meskin do duhet kishte që të lexoje emra duke ditur që s'po bëhet asnjëri ministër ose zavens kryeministër. Pra, nuk jam psikolog, por nuk shoh qëllim mirë një veprim të tillë kur të lexohet emri për ministër duke ditë që s'do të bëhesh se s'ke vota. Do prej çështjeve që metën pezu, besoj që përgjigjen e marrin me të 10-in pas zgjedhjeve lokale, për do tjera na kemi me qenë në kontakt prapë, patëm s'patëm zgjedhjet. Faleminderit që ishin në emision. Faleminderit ty shumë për ftesën. Shkues të nderuar, me Besian Mustafën folëm për perspektivën e LDK-s në raport me 2 prej zhvillimeve të mëdha që vini. Pari, që kjo është i sigurt, zgjedhjet, rundi i dytë i zgjedhjeve lokale të konfirmuara me 9. I dyti e lam nëse eventualisht deri kur të përcaktohet saktë edhe data edhe mënyra qysh shkohet në zgjedhjet e parakohshme. Kthehemi pas pak me panel në pjesën e dytë.